Jam me Behije Nuhin, specializante e psikiatrisë, e punësuar në Spitalin Psikiatrik Bardhovc Shkup. Ashtu? Do dua që ta ndaj një bisedë me ju, e cila sigurisht është shumë e frytshme për të gjithë ata të cilat do ta shohin këtë video. Këto të rinj dhe të reja, të cilat kanë provuar një herë drogën, ose janë në proces të marrjes së drogës së alkoolit, përdorimit. Unë sot andaj kam ardhur këtu dhe doja t'ju takoj edhe juve për ta ndaj një bisedë së bashku. Ku e kam përfundimin? Përfundimi fatkeqësisht në fazat e fundit duhet të jetë në mbikëqyrje spitalore. Mirë po në fazat e hershme, trajtimi mund të bëhet edhe nëpërmjet kontrollave të rregullta në ambulancë. Të gjitha ata të cilët për shembull janë persona që e kanë provuar një herë dhe kanë përshtypje se janë duke dashur që ta provojnë edhe një herë tjetër. A mund të drejtohen direkt tek Spitali Psikiatrik Bardhovc? Patjetër, mund të kërkojnë në platformën Moj Tërmin një konsult me një psikiatër. Fillimisht duhet ta kuptojnë se edhe varfshmëria është sëmundje si sëmundje tjera. Është e rëndë për të trajtuar, mirë po është e trajtueshme, edhe atë duhet ta kuptojnë. Mirë po, kërkimi i ndihmës në kohë edhe tek personat e duhur është çelësi i gjithë trajtimit. Pra, kur themi kohën e duhur, cila është ajo koha e duhur? Në fazën fillestare. Faza fillestare nënën kupton Ka provuar një herë, 2 herë ose 3 herë. Kjo është faza fillestare e cila është më lehtë e trajtueshme. Po, edhe në atë fazë fillojnë të shfaqen edhe çrregullimet tjera bashkëshoqëruese mendore, si ankthi, depresioni, çrregullimet e gjumit, mirë po mundet edhe psikozat. Unë duhet drejtoresh ta ndajmë një diçka pak më të shpjeguar në detaje. Çfarë i ndodh një të riu i cili provon alkoolin dhe drogën? Çfarë ndodh në qelizat e trurit të tij? Efekti negativ. Si i djeg qelizat e trurit? Çfarë i shkakton në momentin e konsumimit, çfarë ndrodh në trurin e tyre, në aspektin negativ, edhe pastaj çfarë është pasoja? Efektet e para gjithmonë janë pozitive, për shkak se tajohet shumë dopamin në organizëm. Dopamini është hormon i kënaqësisë. Në ato momente, bukfalisht, personi i cili është nën efektin e drogës ndjen se është duke fluturu. Mirë po, pastaj, kur humbet efekti i drogës, pikërisht ndodhen të gjitha efektet anësore. Ulet niveli i dopaminës, ulet niveli i serotoninës, paraqiten shenjat e ankthit, paraqitet dridhja në trup, të gjitha organet e vujnë mungesën e drogës. Edhe sistemi digjestiv, edhe sistemi kardiovaskular, edhe sistemi respirator, edhe sistemi i ishtrave, të gjitha. Do thotë shfaqet dhimbje, shfaqet një palpitacion ose rrahje të zemrës, të cilat janë të pakontrollueshme, dhimbje barku, spazma në përzor, dhimbje nyjesh e kështu me radhë. Djersitje, kollitje, gjakderdhje nga hunda mundet të ndodhë. Këto pacientë, doktoresh, të cilët e kanë provuar, si thatë herët e para, drogën, a janë në vetdije se dëshirojnë të ndërpresin këtë cikël, apo më tepër kërkojnë pas familjarët e tyre se sa vetë ato të cilët janë konsumues? Kemi përvoja me të dyja rastet. Disa pacientë janë më vetë kritik, edhe e dinë se konsumimi i radhës mund të shpije deri në varfshmëri, derisa të jeton familja, veç pse jemi në fazën e shtyrë fatkeqësisht. Pra, për familjarët, cilat do të ishin një 2-3 shenjat e para që do t'ju kishin bërë një thirrje t'i kontrollojnë fëmijët e tyre për ta hetuar, për shembull sonte, ta bëjnë një kontroll? Fillimisht paraqitet çrregullim në bioritmin e gjumit, rrin natën, flen ditën. Pastaj paraqiten shenjat e ankthit, dridhje, djersitje, palpitacione siç e përmenda, luhatje në disponim, edhe izolim. Izolohen nga gjithë shoqëria, shoqërohen vetëm me shoqëri të cilat kanë kontakte me substanca psikoaktive. Po, diçka tjetër në aspektin teknik t'ju kërkojnë në xhepa, të shohin ndonjë vërejtje tjetër në shtëpi, tek teshat, tek mënyra e ushqyerit? Po ka dhe simptoma të tilla, për shembull persona të cilat konsumojnë marihuanë, pastaj kanë një apetit enorm, kanë nevojë për shumë kalori, edhe një simptom i çuditshëm është se hanë shumë ushqim kalorik. Dhe i kërkojnë prej familjarëve t'ju sjellin ushqime kalorike, hamburgera, burreka, me kësi lloj fast foodash që ti ngopin receptorët. Për të gjithë ata të cilët
janë në këtë cikël dhe nuk kanë vetdije që ta ndërpresin të njëjtin. Çfarë do t'ju kishin dhënë një eksperiencë nga pacientët të cilët ju i keni trajtoni këtu, edhe të më tregoni dy histori që të Përdorimet e substancave narkotike fatkeqësisht sa vitet kalojnë po fillojnë të rinjët përdoren në mosha shumë të peshme. Zakonisht kanë kriza familjare, kriza puberteti, pastaj vazhdon konsumi edhe në një moment nuk është i vetëdijshëm se veç se ka shfaqje dhe shenja varfshmërie. Fillimi është prova, pastaj është keq përdorimi i substancës dhe në fund vjen varfshmëria. Me pacientët cilët kam pas përvojë, kur isha në turnusin e të qendra për varfshmëri në Kisallavod, me bisedat e mia me pacientë të tillë, fillimi ka qenë me shoqëri. Ta provojmë për ndonjë aheng ose ta provojmë me shoqëri, kemi dalë në park ose kështu me radhë. Asnjëherë nuk ka qenë unë do shkoj edhe qëllimi është se do drogohem. Shoqëria ja ka ofruar edhe ashtu kanë filluar fatkeqësisht ta përdorin drogën. Po flas për një eksperiencë konkrete, për shembull ishe nuk kanë ja si e pam një sekuencë, nuk kanë as vetdije për urinimin e tyre, nuk kanë logjik të logjikojnë këtë aspekt. Në fazën e parë janë ma vetë kritik. Pastaj kur humbet vlerësimi për veten, për familjen, për punën, qëllimi i vetëm i tyre në jetë është se si të arrijnë deri te droga. Prandaj këta persona kanë edhe shumë dosje kriminogjene. Janë të detyruar të vjedhin, të plaçkisin, të bëjnë krime të tjera vetëm për të arritë te droga, që të kanë të holla për të paguar drogën. Të gjithë atyre prindërve të cilët kanë fëmijë ose kanë dyshime për fëmijët e tyre, cila është procedura? Vinë deri këtu, bëjnë një kontroll? Kontrollet T'ju jepni në fakt një shpresë. Okej. Kontrolli zakonisht bëhet në ambulancën e pranimit, bëhet një kontroll e detajuar edhe të aspektit psikiatrik, po edhe somatik. Pastaj bëhet, varësisht në cilën fazë, cila substancë është përdorur, intensiteti i drogës, bëhet një plan i individualizuar edhe secili pacient trajtohet në mënyrë të veçantë. Fillim faza e parë, faza akute është detoksi, pastaj është terapia farmakologjike, më pastaj kyçet edhe psikoterapia ku duhet një mbështetje enorme ta japin edhe familjarët. A kemi raste të cilat thoni në këtë pjesë periudhë të specializimit di që 2-3 pacient u çliruan nga ky mak? Ka raste kur për një periudhë gjatë kohore nuk janë kthy, mirë po suksesi te këta pacientë është shumë i vogël, mos them as 10%. Pacientëve. Po. Pra, më tepër duhet parandalohet? Më mirë është parandalohet se sa të trajtohet. Sa të trajtohet. Okej, faleminderit shumë. Ska gjë.